Ndaj, unë jam këtu sot për të zgjidhur padrejtësinë që më ka ndodhur nga qendra votimit, nga KZAZ-ja, nga KASI dhe nga kolegji zgjedhor. Kështu që gjykata kushtetuese duhet shprehet. Unë mund mos kandidoj më, por do jetë një kandidat tjetër i cili duhet ta ketë këtë armë, që nuk ja jep as kolegji zgjedhor, po ja jep çdo konvent europiane për cilat unë ju citova pak më sipër. Dhe jam këtu sot për të fuqizuar këtë nem të kodit zgjedhor që ja pamundson kandidatit ankimin administrativ dhe zgjedhor, dhe ky kod zgjedhor përfundimisht duhet hedhur në koshin e mbeturinave. Për sa i përket kësaj çështje. Gjykata kushtetuese detyron kolegjin zgjedhor që të rishqyrtor dhe i çështjen time, që do të thotë të më legjitimoj mua si kandidat për të parë se sa vota kanë marrë. Kjo është praktika. Shiko, unë kam lexuar vendimet jashtëzakonshme gjykatës Strasburgut, të cilat kanë gjetur me shkelje shtete si Rumania, Bullgaria dhe Serbia që janë adekuate me çështjen që unë kam këtu. Dhe unë jam shumë i bindur që do të fitoj në gjykatën kushtetuese, sepse mendoj që jo vetëm unë kam drejt, por çdo kandidat tjetër që do të kandidojë në zgjedhje ka të drejtë për me kuptuar se sa vota ka marrë. Ne nuk ja kemi delegu shpirtin partisë, por ne jemi individ lirë për të me kërkuar votat tona se sa vota kemi marrë përfundimisht.